krimi, kriminelt, bandat, gjithmonë ka ecë një hap para shtetit. Do thotë gjithmonë kanë ecë, kanë avancu dhe kanë tentu me aplikue metodat dhe mjetet që shteti realisht ose si ka pas, ose nuk i ka pas nën kontroll. Kështu që nuk është për më çuditë edhe nga literatura kur flitet për rrjetet kriminale, për personat që merren me vepra penale, personat që merren me trafikime të ndryshme, natyrisht që do të zgjidhin mjete dhe gjithmonë kanë zgjedh mjete dhe kanë qenë një hap para shtetit. Kështu që përdorimi këtyre aplikacioneve natyrisht që është i natyrshëm me u përdor nga personat e tillë, sepse ata kanë menduar që siç e ka edhe historia, kanë menduar që nuk do të përgjohet apo nuk do të binë në gjurmë shteti këtij aplikacionit, mirë po ka rezultuar që shteti me vonesë, mirë po e ka arrit me deshifru edhe këtë aplikacion edhe me shtinë në përgjim, edhe me orë deri te aksioni sotëm që unë e përshëndes shumë, sepse sidomos kur bëhet fjalë për drogat, janë ato substancat që po helmojnë shoqërinë dhe rinin kosovare, kështu që duhet sa më shumë aksione, sa më shumë bashkërendim veprimeve mes policisë e prokurorisë. Antidrog në vitet e fundit nuk është që ka ndodhur në Kosovë, paska se nuk është ka raste ku janë konfiskuar pa sasi më të mëdha, janë konfiskuar me qindra kilogram të zëm kokain në periferi të Prishtinës, mirë po kaq shumë polic, kaq shumë ndërmarrje. Suksesi në aksionit për rastet e drogës nuk matet me kilogram që ata i konfiskojnë, po me rrjetin që shkatërrohet, sepse droga nuk hetë vetë. Asnjëherë nuk ka ecë, as ka me ecë. Kështu që rrjeti është shumë më rëndësishëm me u shkatërruar se sa droga, sepse droga po e njom studion tuaj 50 vjet nuk të vizë. Kështu që e rëndësishme dhe suksesi i aksionit policior prokurorisë bashkë matet me shkatërrimin e rrjetit. Se droga është veç një substancë që mos me bart njerëzit, ajo nuk lëvizë dhe nuk është e dëmshme. Mirë po është me rëndësi që të goditen rrjetet që e bojnë prodhimin e tyre, që e bojnë shpërndarjen e tyre, që e bojnë transportimin e tyre deri te dillerat e vogël atje, edhe me shpartallu sepse me të vërtetë është një situatë shumë e keqe në Kosovë, mirë po kjo është edhe fenomen evropian edhe kisha më thonë gati global, që duhet të jemi bashkërisht në luftë kundër këtij fenomeni që shumë shpejt ka me shkatërrua rinit edhe në Ballkan, po edhe në Evropë. Marina, fakti që përdoren aplikacionet e tilla, pra dëgjova në kronikën para prakës se janë raportuar kryesisht në Serbi ai klani i Belivukut dhe të tjerëve që kanë bërë mizori pra në periferi të Beogradit dhe edhe në Shqipëri ka raste kur janë porositur pra vrasje me pagesë të tjera. Në Kosovë nuk ka le të themi kaq brutale, mirë po përdorimi për kësaj aktivitetesh kriminale a flet për sofistikim të grupeve në Kosovë apo le të themi për margjina të këtyre grupeve trafiku ndërkombëtar. Po unë mendoj se vetë fakti se kanë përdorur Sky, do të thotë këtë formë të internetit, se policia nuk mund të zbulojë ose të vijë te konfirmimi i kryesisë të veprave penale të tilla, bën që ky rrjet vazhdimisht është përhapur edhe në Ballkan, edhe më gjerë, dhe forma e tërësishme e luftës, sidomos në shtetet perëndimore, në shtetet që kanë një përvojë të madhe luftimin e krimit, është të gjenden do të thotë bosat ose kryesit kryesor të asaj vepre që shpërndajnë. Për shembull kemi raste që një vit do të thotë paraprakisht hetuhen, gjurmuhen, bëhen skenaret e tjera, mas një viti merret aksioni policor. Për shembull kemi pas rast në Stuttgart, tërë Stuttgarti ton ditën është bloku pas një viti dhe janë arrestu edhe bosat kryesor të drogës, po edhe persona tjerë, sikur